Kryeministri Edi Rama ka mirëpritur në ambientet e Këshillit të Ministrave kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams. Gjatë takimit, ndër të tjera, është diskutuar për sektorin e turizmit në Shqipëri dhe potencialin për të përparuar më tej në fushën e investimeve. Më tej, në deklaratën e përbashkët për mediat, kryeministri Rama tha se Adams ka një rol kyç në nxitjen e përparimit të diskutimeve për vendosjen e linjave direkte të fluturimit mes Shqipërisë dhe New Yorkut. Një mik që kam pasur privilegjin ta njoh fal lidhjeve të tij shumë të forta me komunitetin shqiptar në New York dhe natyrisht për të diskutuar së bashku për atë që mund të bëjmë lidhur me turizmin dhe duke qenë se kryetari i Bashkisë ka qenë kyç në vendosjen e disa linjave direkte të New Yorkut me vende të tjera për të parë mundësinë e nxitjes e një nxitje ekstra në përpjekjen që ne po bëjmë për të vendosur fluturimin direkt me New Yorkun dhe duke qenë ai shumë interesuar për teknologjinë, ka shumë dëshirë që të takohet edhe me diellën. Nga ana e tij, Eric Adams vlerësoi zhvillimin e Shqipërisë gjatë viteve të fundit. 25 vjet më parë, ju kishit më pak se sa 100 drita rrugësh. Ndërkohë që 25 vjet më pas, në këtë udhëheqje, shihni një komunitet e qytet në lullëzim që po ecën në drejtimin e duhur nga mungesa e ndriçimit në rrugë. Tani, pasja e një ministre të inteligjencë artificiale duke kuptuar që inteligjenca artificiale në ta rolin që do të luajë inteligjenca artificiale në të ardhmen e vendit të qytetit. Doja dija këtu pas një sër bashkëbisedimesh në qytetin e New Yorkut, ku kemi një nga komunitetet në më të mëdha, në mos më të madhin të popullsisë shqiptare jashtë Shqipërisë. Doja të vija këtu dhe të mësoja më shumë për teknologjinë, për mënyrën se si ky kryeministër ka qenë në gjendje të kujdeset për revolucionin e këtij vendi e të këtij qyteti, erdha këtu të flas për turizmin dhe për të parë se si të mund të ndihmojmë e të shfrytëzojmë jo vetëm muajt që kanë mbetur në detyrë, por edhe muajt më pas detyrës, për siguruar një linjë fluturimi drejt për drejt nga New York City në Shqipëri, sepse ndihmon banorët atje, por edhe ata që janë këtu në vend. Gjithashtu ai bëri thirrje të rinjve shqiptar që të vizitojnë New Yorkun, si dhe të njëjtën gjë ta bëjnë edhe ata amerikanë.